Gjithsesi opozita pris vërtetës nuk e ka bllokuar ndonjëherë integrimin evropian. Në fakt, me disa akte që ata bëjnë, si për shembull duke mos votuar projekt ligje që lidhen me Bashkimin Evropian, duke mos qëndruar në sallë ose duke i votuar kundër, është një akt ku ti tregon një lloj dëshire për të ndaluar hovin e qeverisë për të shkuar atje, jo se kanë probleme me Bashkimin Evropian. Ata nuk duan që ta prishëritin kryeministri Rama në Bashkimin Evropian, se këtu është, unë nuk dua ta mendoj që nuk e duan Bashkimin Evropian. Dhe patjetër që ka Partia Socialiste në opozit ka bllokuar për në kryetarin e qarkut Fier. Patjetër që ka mekanizma që mund të bëjë opozita në mënyrë të tillë për të bërë përballitjen e saj, për të mos shkuar drejt asaj që ne kërkojmë. Tani kur ne kemi 83 mandate, këto akte unë sot i quaj përballitje, po mos të kishim ne 83 mandate, këto akte do të ishin problem serioz. Kështu që në këtë aspekt patjetër që shqiptarët votuan me 83 mandate që të qeverisë Partia Socialiste. Tani ç'kuptim ka dhe kjo nuk do 83+3 në fakt, për të qenë sakt. Patjetër sepse kemi dhe sa përket mënyrës votimit parlamentar. Patjetër sepse edhe 3 deputetët e partisë Social Pra keni votat edhe për kodin zgjedhor e kanë treguar dashamirësinë dhe e kanë treguar suportin edhe në herë të tjera, të paktën kur është dashur një shumicë absolute, ata kanë qenë pro vendimeve tona. Kështu që thënë këtë, një parlament i cili zotërohet me kaq shumë mandate nga partia e cila është në pushtet nuk mund të jetë edhe kaq gjeneroze dhe të mund të lejoj tani që të gjitha projektligjet të cilat se këtë dua ta theksoj. Jo të gjitha janë kaq naive në sensin e dëshirës për të bërë mirë me patjetër për qytetarët, sepse unë e kuptoj dëshirën e kolegëve nga opozita që jo vetëm për të bërë ligje të mira, por edhe për të thënë qytetarëve që unë e çova shqetësimin tënd, e çova deri në një projekt ligj, por nuk ma lejuan. Kjo shumë e thjesht bëhet kur je në opozitë. Mirë po, nëse i marrim dhe i studiojmë ato projekt ligje që kanë ardhur, kanë pasur sinqerisht problematikat e veta, si në aspektin e faturimet ekonomik të fjalës, pra kanë qenë çuditbërse disa prej tyre ku me çfarë buxheti Shqipëria do t'i arrinte të menaxhonte këto, ashtu si kundër kanë pasur dhe doza të larta populiste në disa të tjera. Duhet marrim parasysh që për sa i përket projekt ligjeve të cilat mund të kenë ardhur nga deputetët e opozitës, shpeshherë kanë qenë edhe pak përpara se vetë qeveria ti sillte në kuvend, se ndodhen edhe këto mekanizmat. Tani ta sjellun një herë që ti them qytetarëve që unë e solla. Idea e mazhorancës përkon me atë të opozitës, opozita sjell e para. Patjetër, jo, nuk ka, në vetvete nuk ka asnjë problem, por patjetër që ajo që ka ardhur nga qeveria ka qenë më e kompletuar, ka qenë më e studiuar, ka qenë më e mirë menduar edhe në përputhje si me buxhetin e shtetit ashtu dhe me akit të Bashkimit Evropian. Kështu që pa diskutim ne kemi suportuar. Po ka pasur projekt ligje tuajat të cilat kanë hasur dhe në kritika dhe jo vetëm të opozitës, por dhe të Bashkimit Evropian vetë bie. Për shembull kodi penal, i cili ka pasur një prononcim më tepër të ambasadorit të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, dhe qëndrime të forta dhe nga ambasadorët të vendeve të tjera, sepse nuk ishte i linjëzuar ai draft që u bë publik të paktën me atë që ka Bashkimi Evropian sot. Duket sikur qeveria u tërroq në një farë mënyrë nga më lejoni t'ju them që ka shumë projekt ligje nisma nga deputet caktuar, të cilat flen prej kohësh në Kuvendin e Shqipërisë. Çfarë do të thotë kjo është që nëse një projekt ligj vjen si një nisëm, flen në kuvend, shihet e arsyeshme ose jo, për sa kohë ne nuk e kemi diskutuar fare as në komisionet përkatëse dhe nuk e kemi studiuar atë nisëm për cilën ju po i referoni, besoj referoni asaj të kryeministrit Rama bashkë me zotin Balla, se kanë qenë bashkëiniciator edhe me kryetarin e kuvendit, zotin Peleshi, ka qenë një nisëm ndjes e zotit Manja, ka qenë dhe ai pjesë e grupit punës. Pra ne nuk na ka mbërritur akoma kjo nisëm me cila u fol u bë dhe publike.